Ideja që RTS duhet mbyllur është po aq e vjetër sa disa programe të saj. Është refreni i zakonshëm i një shoqërie që përballë çdo problemi mendon me gërshër preje. Por sfida e vërtet nuk është ta mbyllësh, por ta kthesh në jetë, jo në një jetë zombish televiziv që lexojnë teleprompterin, por në një media publike që i përket publikut. Sot më shumë se kurrë ka nevojë për një ekran që nuk e mat suksesin me klikime, që nuk i shërben partive, por publikut, dhe që nuk e sheh shikuesin si konsumator memesh. Mbyllja është sport popullor, të gjithë e dinë si bëhet, por ndërtimi i diçkaje që ngre nivelin kulturor dhe informues është një sport elitar, jo nga arroganca, por nga dëshira dhe etja për cilësi në një det meskiniteti dhe mediokriteti. E keqja është gjithmonë më e shpejt, më në zë, më me ngjyra më virale, madje edhe më interesante po të duash, por nuk është arsye për t'i dorëzuar flamurin. Po, banaliteti është bërë luks, shitet kudo, pihet me pije energjike edhe vishet me fjalë anglisht, por në një vend ku finesa duket si gabim drejt shkrimi, RTS mund dhe ka potenciale të bëhet vend strehimi i arsyes, dinjitetit dhe inteligjencës. Po, ka shumë pluhur mbi RTS, por pluhuri nuk hiqet me buldozer. Duhet pastrim, vizion dhe mbi të gjitha guxim për të mos i rënë shkurt. Sepse kur çdo gjë tjetër bërtet, si të marrët që kanë marrë kot, duhet dikush që të thotë diçka me mend. Dhe nëse kjo nuk vjen nga televizioni publik, atëherë nga kush e pret të vijë, pra i duhet dhënë mundësia aq më tepër në kohëra kur logjika duket se ka marrë lejen e zakonshme.